Kryeministria i ka dërguar zyrtarisht presidentit Bajram Begaj shkarkimin e Erion Veliet nga kryetari i Bashkisë së Tiranës. Po ashtu në presidencë është paraqitur dhe vakanca për Vlorën pas dorëheqjes së Ermal Dredhës, por edhe Beratit, Cerrikut, Matit dhe Tepelenës, ku kryebashkiakut u zgjodhen deputet. Sipas kodit zgjedhor, kreu i shtetit ka detyrën që brenda 48 orëve të shpallë datën e zgjedhjeve të reja në këtë bashki, ndërsa votimet do të duhet të mbahen jo më herë se 30 ditë nga mbarimi i mandatit, por jo më vonë se 45 ditë. Gjithsesi mbetet për të parë se si do të veprohet në rastin e Tiranës. Të hënën Erion Veliaj paraqiti ankimimin në gjykatën kushtetuese, ndërsa relatorët çështjes u vendos Sonila Betja. Po ashtu në reagimin për Ora News, gjykata kushtetuese shprehet se ka bërë publik regjistrimin e kërkesës dhe shpallja është e barazvlefshme me njoftimin publik. Dhe menjëherë pas kësaj lëvizje ka reaguar kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Kushtetuta është e qartë, qoftë për organin që vendos për shkarkimin, qoftë për të drejtën e ankimit që ka organi i shkarkuar. Dhe në mënyrë automatike, thot kushtetuta, vendimi i shkarkimit pezullohet. Dhe presidenti i Republikës, që është autoriteti për të shpallur zgjedhjet, do duhet verifikojë të gjithë procedurën përpara se të konstatojë ekzistencën e vakancës dhe dekretimin e zgjedhjeve. Në bazë të nenit 115 kushtetutës, një veprim i tillë shoqërohet edhe me pezullimin e zgjedhjeve deri në vendimin përfundimtar të institucionit më të lartë të drejtësisë në Shqipëri. Erion Veliaj u shkarkua në 23 shtator nga Këshilli i Bashkiak i Tiranës me argumentin se prej 7 muajsh ai nuk paraqitej në detyrë. Vetë kryebashkiaku në ankimimin thekson se mungesa vjen për shkak se është në paraburgim prej datës 12 shkurt. SPAK tashmë ka mbyllur hetimet ndaj tij duke kërkuar nisjen e procesit gjyqësor për 13 akuza.